Dëgjoni këtë rast tjetër. Shumë interesant nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku pejgamberi alayhi salatu wasalam një ditë për ditëve ka transmetuar Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, ka një ditë për ditëve Abu Bakri te shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka dëgju Aisha duke ia ngrit zanin pejgamberit alayhi salatu wasalam. O afru te dera kur e kanë përpara shtëpia që ngon si tonat, kështu të izoluar, të blinduar me dritare me dyrë të veçanta, jo, ka qenë më thjeshta, është një zani kështu me radhë, apo ka qenë më modeste. Madje në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe cilësimin e asaj shtëpie ka ardhur se ke mujt me prek çatin me dorë. E ke çu dorën pak më i lartë, e prek çatin. Ka qenë shtëpi modeste, nga se nuk e ka dashur dunjën. Ka ardhur Abu Bekri, edhe e ka një zani Aishës për mizanin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. I ka bërtit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka hin Abu Bekri, edhe ka thon yabnata ummir rumman. Ka thon oj çika ummir rumman, çika gruavet. Si ka thon oj çika eme, tash në pozicion i keq. Ka thon oj çika nanestane ummir rumman. Ka thon edhe e ka kap. Ka thon ti ja ngrit zanin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti ja ngrit zanin pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Edhe sa më ka hin midis edhe i ka dal. Donë ka kap Aisha me një anë, edhe Ebu Bekrin me një anë, edhe pra Ebu Bekri sikur ka dasht ta qortoje pak më ashpër çish ja ngriti zanin pejgamberit alayhi salatu wasalam, se kjo ka qenë çika e vet, ai pejgamberi vet sallallahu alaihi wasallam. Edhe shkon në Abu Bakr Siddiku. Kalon disa çaste, ato pajtohen, edhe ja nisin me keshë me muhabet, tu zbavit. Atëre prap më vonë vjen Abu Bakr Siddiku. Edhe tu hi avër para se me kërku leje, i nin tu kesh. Edhe ju thot Abu Bakr Siddiku, ju as po mbani tash mu pjesëmarrës në zbavitjen e juve, që shumë mbanën pjesëmarrës në luftën e juve? E kur këtë të luftu, unë munova me ju drejtue, apo e tash po du me hi tash, masini tu kesh, po du me arë dhe une. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë i ka thonë Aishës? Ka thonë, oj Aisha të pështova. Dhe këtë të reja jam unë të pështova. Kjo ka qenë morali pejgamberit alayhi salatu wasallam. Domthon, pejgamberi e ka pështu pi papës vet. Mi po e ka pështue, sepse arabët ndrua vëzër për nga natyra, pa qenë sahabe. Arabët vëzër mos ta na ngjojnë neve, por na ngjojnë neve. Janë dashur. Kush akon haxhillok e di, vetë dhe një haxhi çish sillet ai në kufije, ai do të kallzoje. Po arabët e vjetër janë konë tran. Andaj pejgamberi ka pas shpeshher me tradita trana, megjithëse këto sahabe Abu Bakr Siddiku këto janë qenë nga kultura më e lartë. Andaj kur kanë çortuar, andaj kanë transmetime kur e kanë vetë Omar Khattabin, pikaj e bosh ashtu tërbie. Çish e bë tërbie? Ka dhënë disa transmetime, ka thënë sepse çiki Omeri se dia ka hënë ky më shumë çutek, a Gomari Khattabit. Khattabi baba vetë ka pas Omerin edhe Gomarin. Edhe ka thënë ha shko puno. Kur ka shku me punu, kur a këthi, pse se ke bëkta, edhe thotë Omar Khattabi, unë nuk e dhja mu më ka raj ma shumë Gomarin. Tash nuk jena për me kalzu se si edukot fëmija, mirë po kanë qenë të qërtushëm dhe kanë përdorë dhe njëherë vërësi. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thanë se unë pështova o Aisha, se këtë të kap baba jo. Gjithashtu ka qenë prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sjellja e lartë, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam Safijen, gruajën e vet, radhiyallahu anha, e ditë për ditëve ka qenë duke hip në deve. E ka marrë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e ka mbështjell, e ka dhënë petkun, e ka vesh. Para më do të thosh këtë skenë. Por sa thash dënia vallahi subhanallahu, mos me qenë transmetimi saktë, ç'i ka bëu mëson këta. A mundesh ti me marr mantillën dhe më ja vesh gruajës tande? Po çe gruaja se e meriton. Apo a mundesh me ja çel derën e veturës, edhe thon bujrum him. Jo veç kash. Shikoni çka ka bëu mëson me gruën e vet. Thot Anas ibn Malik, e kum pa une vet pejgamberin alayhi salatu wasalam duke e mbështjell gruajën e vet. E ka marr petkun, ka thon veshë. Po neve vëzër problemi asë ne orbita jonë është rreth orbitës kryenetësisë. Allah na pastroft të gjithëve. Njeri du të më konë njeri, i shkarkum prej fjalëve, i shkarkum prej barrave, i shkarkum prej shaka me më thënë filani dhe allani, i shkarkum. Kjo pejgamberi Allah, kjo pejgamber më i miri pejgamber. Dhe ka burrë si ki, alayhi salatu wassalam. Thot Anas ibn Malik, ja mor dhe e veshi. U ul
ul gjunza pejgamberi sa. E qiti gunin e vet, edhe i tha Safijës, hip në gunin tëm, edhe hip në deve. A e kupton? Ajo devja e ka atë vegzën ku hip. Po do njerë duhet si me të mënume. Me mësa mu ka ullë në tokë. E ka nxjerë gunin e vetë, edhe i ka thonë, hip Safije, hip dherin deve. Kitë këtë skenë, thotë Enes ibn Malik, unë e kumë përcjellë. Thotë dhe ka nejtë qashtu dherë se ka hip deve. Pro me fjallë të tona, me jashel dherën, mu hullë ti, mi thonë hip të naltë. Ta e supozojmë është ma e lartë vetura, kush e banë këta dhe zërë? Po s'ki njeri i cili e ka përsosë Allahu Gjellë në moralet e tina. Gjithashtu pejgamberi a.s. vëzër prej të mirët që e ka pas dhe moralit që e ka pas për dëshmëri me gratë e veta, thot Aisha radiallahu anha, pejgamberi a.s. e ka urrejt që gratë t'janin erën e keqet gojës. Vazhdimisht i ka lodhëm. Sabah, aksham. Gjithmonë kur ka hi, a dhe thot Aisha radiallahu anha, kër është pyet, qysh hiken nderë pejgamberi a.s. të ju, thot me misfak. Para se me qelë derën, i ka la dhomë mirë, se ka hinë dhomë. Pse? Ndoshta mundësia me të me diçka prej erës e keqe dhe e ka urrejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, ka qenë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi alaihi wasallam është kujdes për pastërtinë e vet. Është vesh mirë që të jetë i pëlqyer te gratë e veta. Andaj shpesh i ka rregulluar flokët e veta vet me krahun alaihi wasallam. I ka ly flokët e veta. E ka ly mjekrën e vet, është parfimos. Andaj thot pejgamberi alayhis salam, unë pikë kësaj dunjaje më janë zbukuruar disa prej gjërave. Prej gjërave që janë zbukuruar, cila është parfumi. Shumë e ka dashur parfumin pejgamberi alayhis salam. Apo andaj këto janë gjëra që na duken neve të vogla, po këto janë ajo pajisja që e mban gjallë jetën bashkëtorë. Që e mban gjallë. Do njerëzit thu, çka ka lidhje me kjo? O ka lidhje se me era kep zdurohet 50 vjet. Pejgamberi sa çepën ka thonë nuk e baj haram. Po se kam merak. Madje jo veç kaq, ka thonë kush ka hangër qep, mos vjen në xhami. Ai thash nuk ka haram, ditor ka thonë me kru. Pse mos marr në xhami? Na tash vina mu fal. Koncentrimi, ku është përqendrimi e shejtani he aty, kur të hinë shejtani, kur të hinë vezvesja, e kur të hinë edhe ke, pas jet kur xhama aty. Andaj se të kisha hangër kep, rrit të shtëpia ka thonë alayhi salatu selam. E sa e ka urrej që nihet erë keqe për tina sallallahu alaihi wasallam. Adhe kjo ka qenë traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe që e ka pranuar zbavitjen. Një ditë për ditëve kanë ardhur do fëmijë të Abesinis dhe kanë ardhur në xhami. Dhe kanë pas do ditë ku ata i kanë festuar. Edhe Aisha radhiyallahu anha i ka një dëzhurma. Edhe ka thonë Resulullah, kush janë aty? Ka thonë do fëmijë të Abesinis, janë të luajt aty me shpatë, janë do bë ato ceremonitë e veta. Edhe i ka thonë, o Aisha, a mos ki qef mikshir? Ka thonë po ja Resulullah. Edhe i ka thonë noje që tu ftyrën tane, domon pjesën e ftyrës, edhe këshir. Derisa kanet për mësa, edhe i ka thonë, a është mjaft Aisha? Domon, a u mjaftove me kaq? Thot Aisha radhiyallahu anha, unë kisha qef me nejt në shpatullën e tina. Unë jo që mu këshirë që pala sa shumë, po dhe dësha me nejt afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa i thash mjafton një Resulullah me kaq sa pas. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka toleruar që në xhami ditën e Bajramit të fëmijët gëzohen me shtesë nga normalja. Si ka qenë kjo? Me shtesë nga normalja, domethënë fëmijët kanë mujt me shpreh ndonjë gëzim me def, me diçka e cila i përket fëmijëve. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i ditë për ditëve kur e ka toleruar këta, dhe Aisha ka qenë duke e përcjell, ka ardhur Abu Bakr as-Siddiq. Dhe ka thënë, mizmaru shejtan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë muzika, zani shejtanit afër pejgamberit alayhi salatu wasalam. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë lej pak se fëmijë janë, let gëzohen. Shikoni se këto fëmijë janë. Do ja u komentoj një edhe në burrë ando. Ja burra më s'ka toleru me kënuar. S'knon burri me muzikë. Kënon pa muzikë po, ama me muzikë nuk lan burri. Apo çoda te 50 vjeçari kishte po kcaj ulë. Çish mund me 50 vjet i ki po kcan. Tur për Allahu xhelu ala. Andaj shkoi po Bekr Sidiku fëmiti ka po. Qoftë çish kcaj me këto para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do ka thon lej. Atëra kur ka nis me o kam mjaftueshëm, Aisha radhiyallahu anha i ka bëu me shik, ka thon largoni tani se u mjaftuar me kaq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu
prej traditës pejgamberit alayhi salatu selam ka qenë që, dhe me këta e përfundojna, pejgamberi alayhi salatu selam ka qenë shumë i shkarkuar edhe i lirë prej paragjykimeve. Si ndodh kjo vëllazër? Në ditë për ditë thot Aisha radhiyallahu anha, kemi dalë me pejgamberin alayhi salatu selam në sefer, rrugë. Edhe pejgamberi alayhi salatu selam deshti pak me më zbavit mua. Dhe zra, kuptoni për mësëm kur ka dalë rrugë komandant, o kanë punë luftë, ka mujtë mu vra dikush, ka mujtë mu lëndu dikush, luftë. Ma seriose kur ka dalë mësëm s'ka. Kur ka dalë, thot Aisha radhiyallahu anha, më tha mua, o Aisha, apo do mu shti me kali, ose me deve, a bojmë gara. Thash, ja Rasulullah, këto shokët e tu, a e se regulloj dhe këtë punë. Ju tha shokët e vetë, asni për para, të katë dhe mu, shkoni pak ma për para. O dhe që shikove, para më do komandant në luftë. Njërë më thot, në luftë, i thatë Aisha, sepse ka pas për mësam tradit, kur ka shku në luftë e ka mor njërën për grave me veti. Ju ka thonë shokëve, shkoni ma në thana, edhe, thot Aisha radiallahu anha, e herën e parë që kemi garu, unë jë më konë zaift. Jë më konë e re, beqare, jë më konë shumë zaift. Edhe ja kalova. Thuë se mësam e ka shluë. Ja kalova, pejgamberit alayhi salatu selam, edhe ka vazhdua. Mas disa kohrave, ekspedit tjetër, ka ndalë, edhe i ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, o Aisha, apo do dhe njerë me bogara? Ka thonë, ja Rasulullah, këto shok, ka thonë, ndrejqën në këtë punë, shkoni më në thona, edhe kanë bogara. I ka shty sahabët më andej, edhe ka fillu me bogara me grynë e vetë, edhe ja ka shkue. Edhe i ka thonë, hadhihi bitilk. Që këtë herë e kije baraz me atërë qka mujtë e muë. Kjo dhe zë për shka është, njën i thotë, që ishbe në luft. Gruje, duhet me i kushtu kujdes, duhet, a mujtë, tash, po e supozojmë, na e dim se s'ndodhë kjo, me e pa ti njanin, një hoqë me e pa. Sepse hoqë janë nërë penga me nësëm, dhe zë, s'kra asot. Me pa një hoqë, ka dalë të garuë, apo me grynë e vetë. Kush pja shkonë? Njën i thotë, në zero, Allah, pjo gjalla këtë, se s'ka kur gjabi këti. Penga me nësëm e ka bërë. Penga me sa me ka bëj ka thonë shikë vetë, hecë më në tanë ati, se unë e tash pëdu me grënë teme me bo gara, dhe 2 herë ka bo. Dhe është bavit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë dhe zë prej traditës pejgamberit alaihi salatu selam.